Socialistët dhe demokratët janë përplasur në distancë për vizitën në Bundestagun gjerman. Shkak për këtë është bërë mospërfshirja në delegacionin e kuvendit të deputetëve të Partisë Demokratike. Në një reagim zyrtar, kjo e fundi deklaron se edhe pse kishte caktuar si përfaqësues të saj deputetët Tomor Alizoti dhe Klevis Balliu, kryetari i kuvendit vendosi pa arsye të përjashtojë grupin e Partisë Demokratike. Niko Peleshi në një akt të paprecedent për një kryetar kuvendi, por të përsëritur prej tij, ka vendosur më pas një arsye të përjashtojë grupin më të madh të opozitës në kuvend nga delegacioni zyrtar i kuvendit të Shqipërisë në Bundestag. Emrat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike u hoqën qëllimisht për të përjashtuar Partinë Demokratike nga përfaqësimi institucional. Fatkeqësisht, ky vendim tregon sa vite dritë larg standardeve demokratike të Bundestagut gjerman është sot drejtimi i mazhorancës parlamentare. Pjesë e delegacionit të kryetarit të kuvendit në Gjermani janë deputetët Redi Muçi, Lëvizjes Bashk dhe Edmond Haxhinasto nga Partia e Lirisë. Në një reagim për Euronews Albania, kuvendi sqaron se deputetët e Partisë Demokratike ndodhen në Bundestag në një agjend të miratuar nga kryetari i kuvendit, sipas kërkesës së tyre. Në delegacionin e kryetarit të kuvendit në Gjermani marrin pjesë edhe 2 deputet nga opozita, ashtu siç ka ndodhur në çdo delegacion zyrtar. Sa i përket përfaqësuesve të Partisë Demokratike, kryetari i kuvendit ka miratuar, sipas kërkesës së tyre, një agjendë e cila parashikon zhvillimin e takimeve në të njëjtën ditë në Bundestag, përfshirë angazhime me komisionet parlamentare përkatëse. 3 deputet Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku dhe Klevis Balliu, po zhvillojnë takime në Bundestag dhe qeverinë federale gjermane.